Shikues të nderuar, përshëndetje, është ky edicioni më i ri i emisionit Ora Egjiptiane. Banorët e fshatit Klinavc në komunën e Klinës ankohen për mos furnizim të rregullt me ujë të pijshëm, donse sipas banorëve, edhe pse kanë bërë ankesa, ata ende nuk kanë arritur në një zgjidhje përfundimtare të kësaj problematike. Banorët e fshatit Klinavc të komunës së Klinës tash e sa vite përballen me mos furnizim të ujë të pijshëm, ndërsa së fundmi kjo problematika filluar të sjellë edhe vështirësi të tjera, kjo për shkak të temperaturave të larta. Po ankohemi për ujë se nuk kem kur ujë me rregull. Vjen 2 ditë, 3 ditë nalet, një javë ditë s'ka. Jo kanë kop cevat, jo ka kop pumpas po punën, na jem rënder. Çore, mi 25 shtëpi jena këtu. Edhe asnjë kur ujë nuk kem sa duhet. A po mendojnë ata se mujnë edhe mu infektue edhe fëmija, pa u pastru, banjot. Janë qështu edhe kur nuk keme ku, as kem ujë, mëngjes kur qohëm, mi la sytë. Se në lemo për tjera. Unë kisha bo apel edhe për ata, për me marë parasysh që ta, edhe me na furnizu me ujë. Unë e kom bo ankes jo një herë, vish 5-6 herë. Edhe kur gjëse marë parasysh, hajtë se ka kop cevat që tu, jo ka kop ceva në tjetër ven, jo që tu me emna tu i përmen, edhe nuk ka. Shkoj e lemre i drejtorin, e lemre në telefon, shkoj e të lemre una, që ta shë regullojmë, s'ka ujë. Na jem dertë për që ta ujë katastrofë. Me kushte shumë fështira. Po të kalzoj se edhe thëmija, pa pastërtia, thash se mujnë më infektu. Që sa kushtë? Po kjo kajtë verën qështu. Kajtë verën, 3-4 ditë ka, një javë 10 ditë nuk ka. Na nuk po dim as ku me shku, as ku mu anku të kush. Ka në ardhë qështu drejtori në herë, ka ardhë, ka këqyr, e ka zgjedhë. O bo, për shemëll, 2 ditë e ka lëshu, 3-4 ditë, apet nuk ka pas. Na nuk po dim as ku i me bështet, as të kush me bo ankesa. Shka nëse nuk keni zgjidhje? Pa shka nuk kem zgjidhje, zdim as vetë ku me shkuhe. Zdim ku me shkuhe. Katastrofë. Tonë këta familje që pa pikë të ujtë. Mas pari me nëgjesë se qëtë sytë nuk i me shka mi pastrua. A është periuda verës ma shtira? Ma shtira se është nëzitësie madhe. E për që ata e bojmë ankes, edhe ata apel për me mujtë me siguru që ta ujë të të gjosë kishëm lypë ma tepër. Ina koni që në herë të Alil Kireli, e falem dhe shumë ato, edhe pse sa herë thirrë në telefon, a i mirët me drejtorin, i thojnë që ta shënshojmë, e nshojnë 10 minuta dhe prapë nalët. Dhe me thonë nuk kem kur roj me regull, a i të kuptu. Ka me vita, dhe me thonë gjithë verës, na jem që shruqe e ekum. Gjithë. Që sa vjetë? Na jena këtu që 12 vite, na që shruqe e kem problem gjithë. Dhe me thonë na vish me Halilin. Halili i thirë, i thojnë që ta shënshojmë, e nshojnë 10 minuta, si të bëhet 10 minuta ndalet edhe mund kena 4 ditë, 5 ditë, që sa e 5 ditë që s'kem ujë. S'po di, vëlloj, na konë gjithë mu anku kështot, po na bojnë edhe na zgjohë, me të kalzun drejt. Vinë këto, kjo shumë drejt që na nej, edhe s'reagojnë sen. Vëlloj, në shashku të kryetarin komune, me bona janë kjes, mi thonë atje gypi ku është, ku e ndalet ojtë e kështu, që njoni atje ka sera, edhe u mendaj që ajë gjithë e nalë. I va ditë specat, ku me di që ka, na jesim tani kënej pa oj, fëmija, jo na i sen më smu tani, a bolon të anklinë mos të ankohet. So shumë keq për fëmijë, për neve, për gjithë fshatin kështu Klinavc. Kërkon heq, vish ku të vjen ka pak që qaj mushin burë, qështu, edhe qështu. Na shumë kushtet shtira jem për puna e ujtë pishëm, që pa ujtë s'ka jetë që thujmë. Po, tërë nuk po djetë ku a problemi ujtë. A është në ven ku është pumpat e ujtë, a është veni që po nalet ujtë diku në për gypa, në për lagje që e bojnë shkyqen e ujtë. Ankohem të kryetari, jena ankohen në gjyën për komitetet dhe këthem të zotë Alil Kirela. Na ka mundësuar do kushte kollat mira, ka apelu të kryetari komunës, zotë Zënotën Elejde, edhe mëna 1 orë, 2 ka ardhujt. Ka pas 2 orë, dhe në 3 orë ka pas ujt. Mas 2 orë, 3, suko me konë dikush ekstra që shkon edhe nalujt dikon. Që aty nuk po dihet ku problemi.
është në vend ku janë pumpat e ujtë që shkyqen, apo vendi që është pumpa dikun ekstra që e nalin. Nuk përdin të është kuma problemi, s'po dijet ku. S'përdin kërkush kuma problemi. A të pumpat kryesor që nalën ujtë, nështë dishka ka farë defekte, dishka, po me në lërmu që ka defekt dishka, apo a dikun që e shkyqen, dikun ekstra pumpën e ujtë, veç më se pas në lagjet kënena ujë, edhe e kësajnë ujtë dika tjetër. Aty nuk përdim ku shka problemi të më. Apo pritni që bëhet shqivja dur? Na pej 2014-2015 që jem këthy këtu, na çdo herë kem pas problemin në kohën e verës, sidomos dhe verës, na kem pas të herët problemin kështu me ujë. Në tash nuk po dihet, çka ka bëhet. Kjo e bën edhe më të vështirë gjendjen. Gjendja vështirë e më vështirë, çdo ditë. Do të thonë në kohën e verës, në këtë kohë, është për këtë banorët e fshatit Klinaz, do të thonë, që jem 53 shtëpi, familje që jem, ka më bo katastrofë. Që 2 ditë në çan ujtë, mas 2 ditë nalët, 5-6 ditë s'ka ujë. Kjo është katastrofë për gjithë familjen, jo vetëm për neve. Na jem për ujë shumë katastrofë, qërë më shkallon gjinja, pi punën vinë, një ditë ka një javë s'ka, 6 ora herë që tash, e musha një bakalonal. Banjet duhet mu lo, se era në zetë, fëmija duhet mu lo. Basa dhe s'muën fëmija nuk e me kërkush tu në bëllon, se dhe na jem gjinë. Ashtu pravu ta vinë, adin këto puna kryetaris hisë në kapë në dorë. Shkojmë aty, ankom aty, adin, që tash vim, vi një orë, e nejtë që mo s'kem ujë. E për ujë jem shumë katastrofë, kem nevojë për ujë. Se dhe në zetë duhet më pasru, mu lo, me bo më hongër. Basas po kem edhe pare, po punojmë një ditë, po rrim, këtë me pare po duhet me ble. Për ujë jem na shumë katastrofë. Këtë gjendje të rënd e përjetojnë edhe mërgjimtarët, të cilët vinë për t'i kaluar pushimet në vendlindje. Unë nuk jetoj këtu, po visi shpesh. Para shtunën erdhat, honë kesh u ankova në Klinë, që s'kem ujë. Tha duhet mi ndru do pjesë, duhet mi pagu vetë, i pagova mirë 104 orë, muj me ja dëshmuj, e jeni me mu. Shkoja dëshmuj se i ndrova 104 orë pjesë, el shumë ujtë të qytetit, pika sështë. Sot do orë do, mi nëzi që tash mësi i kreva do punë, mujta mi losyt me që ta ujtë qaq pak se qëtë ujtë të qytetit. Dhe ma thonë shtunën ju mardë, tonën e këmë reparu 104 orë, dhe me sot notë nuk patë. Tash po qëtë qaq pak se dhe nga shumë s'ko me qitë më pika, se që e rëvish t'ypja lirë sa o me që ata në cevës, në gypës, që me qujtë. Shtu që unë sa herë erdha ujë s'pata kur, me pagu po duhet me pagu, dhe me thonë tatimin ose qka është ajo, reparaturën po duhet me pagu, mjeshtin me pagu, ujë s'kem, shka me bo. Qashtu edhe këta kushit e mijën të hek, pa sigurisht se vinë, mu s'ka ndodhë halo ajo, po i kom këtë faktuat që mu ka duhet me pagu me që se ujë kur s'kem. As dimen, hajde verës penal këna kushit që po vaditin perimet ose ku ta di une, pishto sera, pas dimnit ju më konë, s'është pika. Në vjeshtë ju më konë vonë, në 11, s'është pika. Ju më manku, që si du ka prish qeshme të shka. Po hajde në nëreshme, për paguj të atimin. Ju duhet me nëresh vetë. Qyshur një të një vend këtë tjetër, kër një sen është të qytetit, e paguj të atimin. A i duhet me kujdesu për atë orë, për atë defekt qka është e ju une. Me gjithse e pagova, prap s'ka uj. Shka me botash? Duhet me ble ujë në qytet, për me përdorë. A janë shpenzime shtesë këto? Pa sigurisht. Nëse unë shkojnë qytet me ble ujë, me përdor ujë, që s'kam ujë selësit atë shka. Qysh? Bonora, i kem qelë do, herë punojnë, herë s'punojnë me do raketa, edhe ato po kanë shpenzime, edhe ato herë binë, herë... Nëse raketa punojnë, atër mungon rryma, sa herë mungon rryma, sa herë na metë në tush, pa ujë, na u ka duhet me ujë të blem, mu shpërla prej shamponit, shtu që merë më vjen keq, po unë nuk jetoj këtu, po qëtu ditë që jetoj, po shumë keq, po këta që jetojnë këtu këtë kohën, Halil Kerela, nga zyra komunale për komunitete dhe kthim në komunën e Klinës, thot se kanë marrë ankesa nga banorët e fshatit, por se deri më tani ende nuk kanë arritur të gjejnë një zgjidhje përfundimtare për këtë problem. Po, une jam në Dioni, her pas here banorët e kësaj lagje Klinavc bashkë të lagja të kthymve aty, me informojnë që nuk kanë ujë të pishëm. Unë me herë reagoj dhe kontaktoj drejtorin e ujësjellësit këtu në Klinë. Pas pak
do të thotë pasi e kontaktoj drejtorin ose ndonjë punëtor aty që është nevojësjelës, nëshohet ujtë, nështë shkon 1 orë, 2 orë, mundet me shku gjysa ditës, po mi nëshojnë ujtë, po prapë si të bëhet 1 ditë, 2 ditë, mas shumëti, prapë më thirin banorët asaj lagje dhe më kërkojnë që me intervenu që prapë nuk ka ujë. Tash ku është problemi, nuk e dije, nuk është që edhe ujësjellë si hidrodrinin këtë rast që nuk i merë kërkesat parasysh, edhe ata e qojnë ekipin në vend gjarjes, edhe në shohet ujtë, po krejt puna është që nuk ka ujë të vazhdueshëm. Do të thotë 2-3 ditë ose 1 ditë edhe nalet prapë. Vitet e fundit është përmisu dukshëm, po në këtë vit është pak ma e theksume dhe kam ma shumë kërkesa prej lagjës aty që me këqyrë që ka është problemi pse po nalet ujtë. Unë që shëtësejka dhe ma heret si të më lajmërën lagja, kërkoj prap prej drejtorit, prej stafit aty, ata intervenojnë prap nalet, ku është problemi, cili është, ndashta ma mire din këta të hidrodrinit edhe këta më merë me këtë rast që është naj problem që du të me shtu naj gyp, apo du të me bona i naj shtes aty, ku e dion që shkojnë këto punë në ujësjelës, apo është dikush të i nalë qëllimisht, do të thotë ma shumë i të takon, po besoj që më merë edhe me morë masa hidrodrini në klinë këtë rast. Mu më vjen keq edhe e di shqetësimin aty në banorëve, sepse e di që tash janë temperaturat bajagi të larta, edhe gjendja aty në është shumë e dopt, edhe ekonomikisht, janë familje skamnore, edhe për shkak që duhet pastërtia tash të më konë nivel, është rrezik që me kalu ndonjë virus, ndonjë smundje, andaj unë nga këtu bëj apel edhe te hidrodrini edhe të gjithë ata që janë kompetent që të merren me këtë rast, ta shqyrtojnë këtë rast ma mirë, edhe të shkojnë vendin e ngjarjes, ta shikojnë ku është fiks problemi, edhe këta t'ju mundsohet të këtyre banorëve një gjë që s'po kërkojnë diçka shumë që është, po një gjë elementare që duhet më konë për secilin banor të Kosovës. Banorët thonë se nëse atyre nuk ju bëhet një zgjidhje e përhershme me ujë të pijshëm, ata kërkesën do ta vazhdojnë me protesta për të kërkuar dhe një përgjigje për problematikën e tyre jetike, e cila i përcjell tash e shumë vite. Miq të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj, takohemi pas një jave.